Që nga fillimi i pushtimit rus të Ukrainës, çështja e zgjerimit të BE-s është bërë përsëri një përparësi politike për 27 shtetet anëtare. Siç e përsëriti Ursula von der Leyen, presidente e Komisionit Evropian të martën, gjatë publikimit të raportit vjetor mbi gatishmërinë e vendeve kandidate, ne jemi më të vendosur se kurrë për ta bërë zgjerimin e BE-s realitet, sepse një BE më e madhe do të thotë një Europë më e fortë dhe më me ndikim në skenën ndërkombëtare, ndërsa Bosnia e Hercegovina, Serbia dhe Maqedonia e Veriut janë ende larg arritjes së zgjerimit të kërkuar dhe BE-ja ende nuk ka hapur zyrtarisht negociatat me Ukrainën dhe Moldavin. Pavarësisht përparimit konsiderueshëm, dy vende janë jashtëzakonisht përpara, Malizi dhe Shqipëria. Dhe për herë të parë në më shumë se 15 vjet, Komisioni e konsideron zgjerimin një mundësi realiste. Megjithatë, barriera të shumta politike aktualisht po pengojnë çdo përparim të rëndësishëm. Së pari, struktura e BE-s, siç përcaktohet nga traktatet aktuale, nuk është përshtatur me mundësinë e një zgjerimi të konsiderueshëm deri në vitin 2030, veçanërisht në lidhje me vendimarrjen. Kërkesa për unanimitet dhe ruajtja e vetos për secilin vend në çështjet e politikës jashtme, si edhe prania e një komisioneri për çdo shtet anëtar tani janë pengesa të mëdha, ndërsa Franca, Gjermania, Portugalia dhe Lituania kanë nisur disa propozime për reforma vitet e fundit. Komisioni Evropian ende nuk ka paraqitur ndonjë propozim të brendshëm. Çështja është shumë e ndjeshme politikisht. Zgjerimi nuk shihet mirë në disa vende, veçanërisht në Francë dhe Gjermani. Vetëm 43% e francezëve dhe 49% e gjermanëve e mbështesin atë, krahasuar me një mesatare prej 56% në nivel evropian, sipas anketës së fundit të Eurobarometrit nga shtatori. Në këtë kontekst, si mund të lehtësohet integrimi i anëtarëve të rinj, duke siguruar mbështetjen si të popullatave ashtu edhe të udhëheqësve të shteteve anëtare aktuale. Ideja e integrimit gradual e diskutuar në grupe të ndryshme ekspertësh gjatë dekadës së fundit është rikthyer në qendër të vëmendjes. Ndërsa zgjerimi bëhet një përparësi, veçanërisht një prioritet politik, BE-ja nuk mund të mbetet në një sistem binar, qoftë brenda apo jashtë. Ne duhet të gjejmë fazat e pranimit për vendet kandidate në një mënyrë që të inkurajojë këto shtete dhe të qetësojë ata brenda BE-s që kanë frikë se po ecim shumë shpejt. Thekson Sebastian Maillard, këshilltar shkencor në Institutin Jacques Delors. Vendosni një periudhë angazhimi, një ide e zbuluar nga Politico ka shkaktuar trazira në Bruksel javët e fundit. Ajo e pranimit të shteteve të reja në BE duke i privuar ato nga disa nga të drejtat që gëzojnë shtetet anëtare aktuale, një lloj statusi me çmim të ulur. Anëtarët e rinj do t'i fitonin të gjitha këto të drejta vetëm pasi BE të ketë reformuar operacionet e saj. Edi Rama, kryeministri i Shqipërisë, deklaroi në Londër më 21 tetor se nuk ishte kundër kësaj ideje. Megjithatë, komisioni nuk duket shumë i interesuar për këtë ide. Nuk duhet të krijojmë dy kategori të ndryshme, këmbguli të martën Marta Kos, komisionerja për zgjerimin në Union. Krijimi i shteteve anëtare të nivelit të dytë është i papranueshëm. Privimi i disa anëtarëve të rinj nga e drejta e tyre e vetos, për shembull në çështjet e jashtme, është jo praktike, kundërshtoi një diplomat evropian. Asgjë serioze nuk është në tryezë, shtoi një burim i diplomatik. Kjo ide nuk është pritur veçanërisht mirë, konfirmon Maillard, por të tjera ide po debatohen aktualisht në grupet e ekspertëve, siç është krijimi i një statusi të ri të shtetit asociuar me BE-n për kandidatët më të afërt me BE-n. Ky mund të jetë një hap i pranueshëm dhe do të dërgonte një sinjal të qartë politik jashtë Europës. Do të ngjante me një periudhë angazhimi një lloj porte drejt anëtarësimit të plotë. Në Gjermani, CDU dhe SPD, për shembull, e përfshin këtë ide në marrëveshjen e tyre të koalicionit qeverisës. Për më tepër, disa shtete kandidate tashmë po marrin pjesë në politikat e BE-s sikur të ishin pjesë e tyre, thekson Maillard. Për shembull, Komisioni e ka përfshirë Malin e Zi në zonën e vetme të pagesave në euro dhe po përgatitet ta integrojë vendin në sistemin që eliminon tarifat e roamingut për telekomunikacionin. Së fundmi, kur shtetet kandidate negociojnë traktatet e tyre të pranimit, BE-ja do të jetë në gjendje të negociojë periudha tranzicioni për sektor të caktuar, theksoi Marta Kos. Kjo është relativisht e zakonshme, të paktën që nga pranimi i Spanjës, shton Maillard, kur vendet e Europës qendrore dhe lindore u bashkuan, shtetet anëtare vendosën një periudhë tranzicioni përpara se të mirëprisnin punëtorët nga ato vende në tregjet e tyre.